Po ne kemi një personalitet i cili në mëngjes qohet si populist, në mesditë shndrohet në autokrat, pas ditë bëhet racional, edhe në mbrëmje shndrohet në kamikaz politik. Pra, është i paparashikueshëm në veprime, rrjedhimisht është shumë vështirë me i besu këtij njeriu. Ky njeri ka marrë peng edhe kuvendin, edhe qeverinë, është ngjit katin e 20, edhe po thot nëse nuk e votoni Albulena Xhiun unë e kthej, bashkë me Kosovën. E fundosi edhe Kosovën dhe krejt. Pra këtë është politika kamikaze të papamen në Kosovë. Kë po sillet si kamikaz. Kë po thot nëse nuk e votoni Albulena Xhiun, ky vend shkatërrohet. Ka më kallë ky vend. Le të rriten çmimet, le të shkojnë në hava. S'ka lidhje, Albulena do të më bë. Si parti që kanë marrë pjesë në lirinë, në çlirimin, në shëndërtimin e Kosovës, ne kemi hisën në gjitha proceset. Prandaj edhe kemi empati për këtë vend dhe për këtë shtet. Ai nuk ka marrë hisën asnjë prej tyre. Edhe rrjedhimisht nuk ka empati. Se po shihet. Ne kemi bërë shumë kompromise në raport me Albin Kurtin. Edhe nga perspektiva e sotme të pafalshme. Për shembull, nuk është dashur me duru Albin Kurtin në tendencën e tij për me blloku antarësimin e malit të zi në NATO, që ka qenë me demarkacion. Ne kemi toleru me gaz lëtësjelës, e kemi toleru me dhunë politike, e kemi toleru kur ka thonë jeni tradhtar, kur ka thonë tradhtar njerëzit që kanë kriju që kanë. Nuk po së shteti. Bashkë luftëtarët atë me sharë.